Në seancën gjyqësore të së enjtës, kryetari i vitis Nexhmedin Arifi, i akuzuar për korrupsion, u përball me dëshminë e Sami Demelezit, ish drejtori i shërbimeve publike në këtë komunë. Arifi akuzohet për ekzekutimin e një vendimi të Kuvendit Komunal të Vitis në vitin 2008, vendim i cili thuhet se një anshëm derajonalizonte kompaninë rajonale të mbeturinave Higjiena në Gjilan, një degë së cilës vepronte në Viti. Nga ky derajonalizim u themelua ndërmarrja Universal, që veproi për 3 vite e pa licencuar dhe e pa regjistruar, duke mos u paguar kontribute pensionale 10 punëtorëve të saj. Përveç Arifit, i akuzuar është edhe Kabil Hajdari, ushtruesi i detyrës së drejtorit në ndërmarrjen Universal. Një veprim të tillë të komunës, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e konsideroi në kundërshtim me ligjin për ndërmarrjet publike, duke i kërkuar Arifit shfuqizimin e vendimit të Kuvendit Komunal të Vitis për derajonalizimin e KRM Higjienës. Por, kryetari Arifi i tha gazetës Jeta në Kosovë se shkresa në ministrinë nuk i ka ardhur atij personalisht, por se ka mbetur në zyrën e shefit të drejtorisë, administratës dhe personelit. Unë asnjëherë nuk kam qenë dhënë që ka probleme që kjo firmë nuk është e regjistruar, sepse sipas njoftimeve që kam pasur këtu për këtë firmën që kanë qenë që është marrë vendimi i komunës, është hapur xherellogaria. Sipas me, kur të hapur xherellogaria është edhe numri i biznesit. Kur është numri i biznesit, s'ka asnjë problem. Gjitha parat nga ndërmarrja kanë shkuar nëpërmes bankës së biznesit në komunën e Vitis. Në xherellogari të caktuar. Unë tash e kuptoj që pas ka mundësi, ose pas ka pas mundësi me forma ndryshme, që mu hapë xherellogaria e mos e pas numër të biznesit. Sami Demelezi, dëshmitar i cili në vitin 2008 ka qenë drejtori i shërbimeve publike dhe emergjencave, tha në seancë se kryetari Arifi ka pasur njohuri për pengesat e regjistrimit të kompanisë Universal. Demelezi, që u shkarkua nga drejtoria prej Nexhmedin Arifit, ndërsa ishte antar i bordit të kompanisë së derajonalizuar në Viti, tha se ka njoftuar Arifin për shkresën e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. Por Arifi thot se është liruar nga përgjegjësia për këtë çështje. Sot për ekspertiza, thotë se kryetari i komunës i ka marrë gjitha veprimet sipas ligjit. Edhe i ka dhënë gjitha kompetencat organeve përkatëse. Asnjë letër kthyese se ka probleme për këtë çështje kryetari i komunës nuk ka qenë njoftuar. Megjithatë, dëshmitari Demelezi tha në gjykatë se nuk është e mundur që Arifi të mos ketë ditur për problemet e kompanisë Universal. Ai tha se i njëjti ka qenë në zyre me Xhevat Bislimin, që ishte zëvendës kryetari i komunës dhe kryetari i bordit të kompanisë, i emëruar nga vetë kryetari. Xhevat Bislimi nuk ishte i pranishëm në seancë si dëshmitar, ndërsa mbrojtësi i Kabil Hajdarit, avokati Sabit Maliqi, kërkoi nga trupi gjykues që seanca të shtyhet për shkak të mungesës së dëshmitarit Bislimi. Nëse ky ndëgjues sot, sigur që unë dëgjoj, mund më përcjell dëshmia atij direkt. Edhe ai me ditë, ai me ditë përpara keq ka është deklaruar që ka, domethënë që as sekretari ka qenë shumë për to. Këtë e përkrahu edhe mbrojtësi i Nexhmedin Arifit, avokati Shemsedin Pira. Seanca e radhës në këtë rast do të mbahet më 17 dhjetor 2013.